Kam fillu e kam vrejt një anomali në një sort e energjisë elektrike dhe pastaj kam fillu me bo si hulumtim dhe kam inspektu dhe kam hulumtu dikon rreth 900 njësor elektrik në zonat e Prishtinës dhe Ferizajt, prej cilve 87%, pra 87% të këtyre njësorve kanë rezultu që nuk e masin kohën ashtu si çdohet, pra kanë gabim. Dhe këto të dashur gazetar, të dashur qytetar, nuk po flasim për një gabim teknik, po flasim për një mashtrim ose manipulim sistematik, sepse mostra prej 884 njësorve, nga cilë 87% nuk është një rasti, nuk përkojnë me kohën reale. Pra, koha në njësor, këtu për shembull 07:55 minuta në mëngjes, koha reale është 3:26 pasdite. Çka ka ndodhur? Në momentin kur zyra regulatorit të energjisë aprovon tarifat, dhe ne kemi tarifën e dimrit dhe verës, kemi tarifën e ulët dhe shtrejt. Kem pas edhe thirrje madje nga qeveria Kurti, nga ministra Rizvanolli, që të kujdesemi për konsum të energjisë, ta shfrytëzojmë energjinë natën, të përdorim pajisjet elektroshtëpiake gjatë mbrëmjes në orën 10 e tutje, tu i mendu që kursejmë energji dhe kursejmë para. Dhe në realisht çka ka ndodhur? Ka ndodhur që i tërë ky sistem të rezultoj në një skemë të menduar, e cila i ka penalizuar qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra peshini, Kesko e paska përdor komplet sistemin e faturimit të energjisë elektrike dhe përfitimet multimilionshë pra kanë shku tek Kesko. Këtu duhet me kërku një përgjegjësi, sepse po e shohim qartë që qytetari nuk paska abuzu, po paska abuzu Kesko në këtë rast. Dhe Keskon e monitoron dikush, zyra regulatorit të energjisë, që është bashk fajtore në këtë mashtrim. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës kërkojmë që të ketë hetim të pavarur, forenzik madje, dhe auditim të sistemit të fakturimit të Keskos. Me pasë sa është e madhe kjo humbje, sa duhet me ditë qytetarët se sa para kanë paguar në formë jo të lehtëshme në fakturat e energjisë elektrike. Duhet dhe po kërkojnë tërheqje të bordit të zyrës regulatorit të energjisë, sepse këta kanë dërshtu me implementu vendimet e tyre, ligjet e Republikës Kosovës, kodin e fakturimit dhe ka dërshtu me mbrojt interesin e qytetarëve. Pra, zyra regulatorit të energjisë është për me regullu tregun dhe sistemin energjetik. Është edhe me mbikëqyr implementimin e vendimeve të veta, po është edhe me mbrojt interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj kërkojmë tërheqjet menjëhershme të bordit. Qytetarët duhet me kërku kompenzim. Ne kërkojmë kompenzim për qytetarët për dëmit të cilët ju ka bë. Pra nuk ka asnjë diskutim deri më tash për atë pjesë. Por nuk kemi marrë mundësinë se Lidhja Demokratike e Kosovës është e gjithë qytetarëve, prandaj të gjithë ata që dojnë me qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë derën hapur.